Atëherë të dashur, kam sot të ftuara në studio profesoresh po ashtu dekane në Fakultetin Ekonomik tek International Balkan University, Liza Alili Sulejmani dhe po ashtu Armnora Etemi nga zyra pranimeve të po këtij universiteti. Të flasim sot në përgjithësi për regjistrimet në këtë fakultet, degët dhe shumë informacione të tjera që besoj shumë nga ne jemi të interesuar për të ditur. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Përshëndetje, faleminderit shumë që na ftuat. Atëherë do doja le ta nisim, le të themi fillimisht se çfarë bën IBU apo International Balkan University ndryshe nga universitetet e tjera në rajon. Fillimisht, ju faleminderit shumë për ftesën. Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik është një nga institucionet e larta arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut që operon tashmë 20 vite. Dhe gjatë gjithë këtij udhëtimi ka demonstruar që është një universitet i cili ofron një gamë të gjerë të programeve studimore, si në cikël të parë, si në cikël të dytë dhe atë të tretë, me një cilësi të lartë dhe që ofron një mjedis ndërkombëtar. Me që rast kemi studentë shumë të cilën në vinë nga rajoni dhe nga vendet e tjera të Evropës dhe më gjerë dhe që ofron pikërisht këto programe vetëm në gjuhën angleze, që e bën ndoshta edhe atë faktorin e veçantë të universitetit tonë në krahasim me universitetet e tjera. Është një institucion i cili ju mundëson studentëve një arsim të lartë cilësor, i përgatit dhe i aftëson ato për të jenë në përputhje me kërkesat e tregut të punës dhe ofron edhe një urë lidhëse me institucionet private dhe ato publike, si në vend ashtu në rajon, përmes punëve, internshipeve të ndryshme, po edhe përmes mundësive për vazhdim dhe për ndonjë avansim të mundshëm, apo qoftë edhe për të zhvilluar në ndonjë punë apo ndonjë vend që mund të lidhet kryesisht përmes bashkëpunimeve që ne kemi me këto institucione. Se do kalojmë, mendoj pastaj edhe tek gjitha bashkëpunimet që keni edhe mundësi që studentët mund vetë t'i shfrytëzojnë, por fillimisht le ndoshta të futemi pak më në detaje se çfarë programe studimi apo sa programe studimi faktikisht ofron IBU-ja. IBU, ose Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik, ofron rreth 30 programe deri diplomike, 24 programe në nivelin e masterit dhe 9 programe në nivelin e doktoraturës. Gjithmonë dëshirojmë të përmirësohemi dhe gjithmonë domethënë funksionojmë atë që të akreditohemi për programe të reja dhe të shkojmë drejt inovacionit dhe drejt asaj që besojmë që e kërkon të ardhmja. Kjo përfshin edhe programet e reja për shembull për inxhinieri të inteligjencës artificiale, si dhe inxhinieri të dhënave, si shembull domethënë më aktual. Mirëpo për programe domethënë më të detajuara mund të shihen domethënë në webfaqen ton ibu.edu.mk. Kemi Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Administrative, kemi Fakultetin e Inxhinierisë, Fakultetin e Edukimit, Fakultetin Juridik, Fakultetin e Shkencave Humane dhe Shoqërore, Shkollën e Lartë të Mjekësisë, Fakultetin e Stomatologjisë, dhe dhe Fakultetin e Inxhinierisë, domethënë kujtëseka që janë këto dy programet që janë më inovative. E rëndësishme besoj kjo pjesa që vazhdimisht të mbani apo të nisni programe të reja, si me një botë gjithmonë në lëvizje, le të themi gjithmonë në avancim. Dëshirojmë domethënë që t'ja ofrojmë mundësitë më të mira studentëve tonë, edhe e di domethënë që secili universitet do të thoshte të njëjtën, po sinqerisht domethënë provojmë, për shembull neve mbledhim të dhëna kur bëjmë promocionin për shkollat e mesme dhe shohim se për çfarë janë të interesuar nxënësit dhe në bazë të asaj në bazë të asaj se çfarë profesorët tanë konsiderojnë që është aktuale dhe e nevojshme për të ardhmen, punojmë në akreditimet tona. Edhe gjithashtu një mundësi e tillë që ofrojmë është programi i diplomës së dy fisht, ku pas vitit të parë studentët mund të përzgjedhin të marrin një diplomë të dytë, të regjistrojnë për një program të dytë, në një program të ngjashëm me të parin. Për shembull, bëhet kombinimi i arteve vizuale dhe dizajnit grafik, se njëra është vizatim në jetën reale, domethënë, dhe tjetra është në mënyrën digjitale.
janë të ngjashme në atë mënyrë, edhe ka kombinime të ndryshme për diplomë të dyfisht. Dhe përderisa studenti në fakt nëse ka në vitin e parë nëse ka edhe mban mesataren 8,5 dhe më lart, atëherë diploma e dytë nuk i kushton asgjë. Dhe kjo është një mënyrë e vlerësimit mundit të studentëve tanë, siç e përmendi profesoresha, vetëdijshmërisë që tregu i punës, ku studentët tanë të ardhshëm, do të krijojnë karrierat e tyre, fatkeqësisht nga njëra anë kërkon prej atyre që të kenë më shumë aftësi. Nuk është më e lehtë që mos themi e pamundur, të depërtohet vetëm me dije në një fushë. Edhe për atë arsye një treg gjithmonë më kërkues, se kemi gjithmonë më në rritje të eksperiencës, po ashtu edhe të përvojës, prandaj shumë mundësi e mirë për gjithë që duan ta shfrytëzojmë, pse jo. Po, në mundësinë e diplomës së dyfisht. Vetëm që ta kuptojmë pak më mirë, mund të studiojmë të dy deglet, themi, atë marrim dy diploma në momentin kur mbarojmë vitin e parë, edhe le themi kur i bashkë ndërlidhim, apo dy deg që para shumë kanë lënë të përbashkëta, po, që pak shumë janë të përafërta. Po, lista definitive nuk ka dalë, për vitin akademik 2026-2027, mirë po kombinimet të zakonshme janë siç e përmenda artet vizuale me dizajnin grafik, është arkitektura me inxhinierin civile, është inxhinieria kompjuterike tash me programet e reja për ose inxhinieri të dhënave ose inxhinieri të inteligjencës artificiale, që mundson studentëve të kenë edhe dije të përgjithshme, po edhe dije specifike. Dhe ka kombinime të tilla. Për shembull, te fakulteti juridik mund bëhet kombinimi i studimeve ligjore si dhe shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Edhe këto janë kombinime më të zakonshme që i përdorin studentët. Kemi parë interesim deri më tani për diplomat të dyfishta të këtij lloji? Po, studentët tanë kanë goxha interese dhe vlerësojnë që mund ta kenë atë mundësi. Është e hapur për gjithkën, nuk duhet ta kenë patjetër mesatarin 8,5, por nëse kanë 8,5, nuk duhet paguar ndonjë çmim shtesë. Po mund ta shtojnë, edhe një student me një mesatare më të ulët. Një mundësi vërtet e mirë për të shpërblyer puna dhe mundi i gjithë studentëve. Shumë gjë e mirë për të gjitha që dinë si ta shfrytëzojnë. Një nga, le të themi, karakteristikat e Universitetit Internacional Ballkanik ngelet edhe le të themi internacionalizmi apo bashkëpunimi edhe ndërveprimi i shumë kulturave. Në çfarë gjuhë, dim pak a shumë që është edhe në angleze, po nëse ngelet ajo e vetmja gjuhë që punon, domethënë në universitet, edhe po ashtu sa faktikisht luan rol si faktor internacionalizmi në universitet. Në universitet gjuha është, shumica e programeve janë në gjuhën angleze, përveç programit mamis ose akusheris dhe motrave medicinale, që është i akredituar dhe në gjuhën maqedone, për ata që dëshirojnë të rrinë në Maqedoni dhe të punojnë në Maqedoni. Domethënë, ky opcion ofrohet edhe në gjuhën angleze, po edhe në gjuhën maqedone, ndërsa mësimdhënia në gjuhën turke bëhet ekskluzivisht në gjuhën turke. Secili program tjetër nga ata rreth 30 që i përmenda ofrohen ekskluzivisht në gjuhën angleze. Edhe kjo normal na bën të dëshirueshëm edhe për rajonin edhe për studentët ndërkombëtar, edhe varësisht prej vitit akademik, neve kemi student nga 20 deri në 40 shtete të ndryshme. Normal, shumica janë nga rajoni, si dhe nga Turqia, mirë po kemi student që janë nga Kanadaja, nga Egjipti, nga Jordania e deri në Kazakstan. E prekim gjithmoafën gjithë gjërësinë e botës me një mënyrë. Po dhe vetë fakti që pothuajse gjysma e studentëve tanë janë ndërkombëtar, vijnë nga rajoni dhe nga vendet që përmendi Arnora, është besoj kryesisht fakti që këto programe ofrohen në gjuhën angleze dhe nuk e kanë të vështirë studentët me njëherë të kyqen programeve studimore dhe studimeve të tyre. Dhe po ashtu edhe një nga faktorët që universiteti jonë dhe programet tona janë ndoshta ato të cilët zgjidhen më shumë për Erasmus, kombimet Erasmusit. Kështu që kjo është ajo një nga veçoritë që për ne mund të themi që është fat, po të që na bën të veçantë në krahasim me universitetet tjera. Erasmus po ashtu një program i rëndësishëm, do thoja unë, në jetën studentore të studentëve, sepse shkëmbim kultura, shkëmbim informacione, shkëmbim metodash mësimore, gjithçka tjetër, Arnora e di pak a shumë ka më shumë përvojë në këtë gjë, sa do pak ndoshta mund na e tregosh ndoshta eksperiencën e Erasmusit në Universitetin Ballkanik. Nuk është problem, domethënë Erasmusi është një program i financuar nga Unioni Evropian dhe
në Maqedoni janë të akredituara 27 institucione për të marrë pjesë në programin e Erasmusit. Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik është një prej tyre. Siç e ceku domethënë profesoresha Liza, neve e kemi fatin me atë që e kemi mësimdhënie në gjuhën angleze dhe me këtë neve e kemi numrin më të madh të studentave që vinë, që hyjnë domethënë në shtet, prej gjitha universiteteve tjera në Maqedoni, që studiojnë domethënë mes programit të Erasmusit tek ne. Programi Erasmusit në përgjithësi ju ofron studentëve mundësi që të studiojnë një semestër jashtë shtetit ose gjatë verës të bëjnë një punë praktike 2 muajshe diku me një shtet europian. E kemi neve mbi 400 kontrata, domethënë për cilën krenojmë shumë se zyra e Erasmusit është një zyrë domethënë në cilën kam punuar diku 4 vite gjysmë, edhe kam udhëhequr domethënë për 2 vjet para se të dalte zyra e pranimeve. Edhe është një krenari domethënë për universitetin ton, që edhe pse është një zyrë e vogël, është zyra më e suksesshme në Maqedoni dhe këtë e them domethënë pa problem. Dhe këto 400 kontrata që i ceka janë në mbi 50 shtete. Edhe me këtë, studentët tanë kanë mundësi 2 herë në vit të aplikojnë për të shkuar domethënë diku jashtë me studime për një semestër, ose gjatë verës të bëjnë një punë praktike për 2 muaj. 50 shtete do të thotë shumë, shumë mundësi, plot sa duash. Diçka tjetër që mendoj unë ju intereson po ashtu studentëve është se a ofrohet bursa, domethënë, dhe sa bursa, apo si është temi procesi i bursave për studentët të rinj? Përsa i përket procesit të bursave, ajo çfarë dua të theksoj është që ekzistojnë edhe ato jo vetëm një lloj i programeve për bursa. E para është ajo e cila mund të jetë përmes meritokracisë apo përmes suksesit të cilët nxënësit e dëshmojnë gjatë periudhës së tyre në shkollat e mesme. Por që përveç kësaj kemi edhe kategori të tjera të ndryshme të bursave, siç mund të jetë për në bazë të nevojave financiare apo qoftë edhe për bashkëpunime të ndryshme të cilët i kemi me institucionet publike dhe private në Republikën e Maqedonisë. Së veriut dhe mund të them që ndoshta jemi një nga universitetet private të cilët ofrojmë një numër shumë të lartë të bursave dhe mbi 1500 deri në ditën e sotut. Besoj që është një mundësi e mirë për çdo nxënës në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe rajon, sepse këto lloj të bursave ofrohen kryesisht për këto vende, të provoj kryesisht, domethënë, dhe të shoh veten në një nga këto kategoritë dhe pse jo ti mundësoj vetes një arsim të lartë cilësor në universitet privat me një kampus me kushte goxha moderne, me teknologji goxha të avancuara, por me një mbështetje financiare që pothuajse do të ishte e njëjtë sikurse të ndjekte studimet në universitetet publike. Kjo beson e bën goxha të dëshirueshëm apo si universitete dhe i tërheq studentat më shumë, sepse sadokudo një nga le të themi rrethana që ose na shtyn për të ecur tutje ose sadopak na ndalon është edhe janë rrethanat financiare, kështu që ofrimi i bursave një gjë shumë le të themi për të lehtësuar studentëve rrugtimin drejt akademisë. Po, neve ofrojmë bursa, domethënë nga mesatare 300 deri në mesatare normal 500. Nga mesatare 300 përqindja e zbritjes është 40, ndërsa me mesatare 500 përqindja e zbritjes është 80%. Kjo i bjen me një matematikë më thjeshtë, nëse programi kushton 2000 euro për një student shkëlqyeshëm, ajo programi do të kushtonte vetëm 400 euro. Ose nëse programi kushton 3000 euro, për një student shkëlqyeshëm kushton vetëm 600, edhe programi më i shtrenjtë që kemi është programi stomatologjisë, po ja vlen sepse ofrojmë domethënë një klinikë stomatologjike të plotësuar, të kompletuar, domethënë me gjitha gjërat domethënë që nevojitet. Nuk do domethënë studentët tanë ose ata klientët tanë që vinë të shkojnë diku tjetër domethënë për operacion ose diku tjetër për nevoja të ndryshme, gjitha i kemi domethënë me një vend. Dhe në atë vend domethënë kanë hapësirën studentët tanë të punojnë edhe sidomos të marrin punë praktike në vitin e 4-5. Dhe ky program domethënë me bursë të një studenti të shkëlqyeshëm kushton 1000 euro, ndërsa çmimi real për rajonin është çmimi komplet është 5000 euro. Mirë po këtu edhe domethënë desha të cekim që
Për studentët e Maqedonisë dhe ekziston domethënë dhe mundësia e pagesës në këste, në 12 këste përmes bankës Halkbank, nëse studentët domethënë tanë janë të punësuar ose përmes prindërit të tyre. Kur të pranohen, studentët tanë do të marrin domethënë mund të marrin një dokument nga zyra e financave që e kanë bursën, cila është shumë e bursës dhe me atë të shkojnë në Halkbank dhe të regjistrohen për. Nuk mund ta përdori fjalën kredi studentore, pasi që nuk ka interes, është thjesht çmimi i ndarë në 12 këste. Në rata, po, le të themi në këste. Tu kisha dashur vetëm një informacion të shtë këtu, për ato që ndoshta nuk e din, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik është një universitet jo fitimprurës. Ai është i themeluar nga ana e fondacionit Yskyp dhe kryesisht, domethënë, si motiv kryesor e ka që të mund të mbështes të rinjt apo të rinjt dhe të rehat nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe nga rajoni në studimet e tyre dhe të ju mundësoj këto lloj bursat të cilat Arnora më hollësisht i përmendi. Dhe besoj që me të vërtet është një mundësi e mirë të cilët në qoftë se ato dëshirojnë të realizojnë studimet e tyre në një kampus me mjedis ndërkombëtar, në të cilën programet e tyre do zhvillohen në gjuhën angleze, do të kenë mundësi që të arrijnë dhe të kenë një urë lidhëse edhe me industrit, edhe me institucionet publike dhe të mund të shohin veten e tyre pastaj të gjejnë veten në tregun e punës, besoj që është një mundësi e cila nuk duhet ikur. Pajto me dhunë plotësisht dhe besoj me kaq info sa ndam deri tani vetë se është zgjuar sa do pak interesi, kështu që mund ta dim pak a shumë se si shkon procesi i aplikimit faktikisht më në detaj. Procesi i aplikimit është goxha i lehtë, domethënë bëhet përmes faqes tonë ibu.edu.mkc.ck, aty butoni i parë Mitas Admission në gjuhën angleze dhe aty domethënë sapo të klikohet ai buton është forma e aplikimit nga ana e djathtë. Sapo ta kompletojnë studentët formën e aplikimit me donat e tyre personale edhe me emailin e tyre personal, menjëherë në email ju arrin linku për portalin ton të aplikimeve, emri i përdoruesit si dhe fjalë kalimi. Klikojnë domethënë linkun, shkruajnë emrin e përdoruesit dhe shkruajnë fjalë kalimin. Aty kanë domethënë nga ana e majt, pastaj kanë një video me udhëzime se si duhet të ngarkohen dokumentet dhe duhet domethënë të shtohen vetëm dokumente që janë certifikate e lindjes, dërtesat e shkollës mesme dhe një kopje e pasaportës. Pastaj këto dokumente shqyrtohen nga ana jonë, shqyrtohen dhe nga ana e komisionit të bursave dhe kur mbaron ky shqyrtim, studentëve ju arrin një email me sasinë e bursës si dhe me hapa të tjerë. Kur ta marrin këtë email, brenda 10 ditësh duhet na kthejnë përgjigje, do të thonë apo e pranojnë këtë ofertë apo do të vazhdojnë në IBU, dhe sapo të na japin përgjigje i kanë 5 ditë të vinë te ne edhe të na i dorëzojnë dokumentat origjinal si dhe ta bëjnë pagesën. Edhe një gjë tjetër do të thonë që duhet cekim për ata studentë që janë tani në shkollë mesme dhe ende nuk e kanë kryer vitin e 4, nuk është problem përderisa aplikojnë deri më 30 qershor, edhe nëse e shtojnë diplomën, dëftesën e vitit 4 si dhe diplomën e shkollës mesme më vonë, nëse aplikojnë deri me 30 qershor, kanë edhe 8% zbritje në bursën që do ta kenë. Do me thonë, jo në çmimin e plot, po vetëm nëse bursa ta zëm është 400 euro dhe aty do me thonë do të ketë edhe minus 8% zbritje. Mundësit pa numërta, mund të themi kështu. Por përveç që para, ose kjo është procesi i aplikimit, para se të bëhen vetë student i BUs, çfarë mundësish apo le të themi mundësi praktike apo internshipi ofron dhe tutje gjatë studimeve? Një gjë besoj që ju intereson shumë personave sepse fundja internshipi ose puna praktike vetë se i bën më të gatshëm për treg. Të gjitha programe studimore të cilët i kemi të akredituara tek të gjitha fakultetet në cilën operojnë në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik e kanë të patjetërsueshme një muaj punën e internshipit apo punën praktike. Me që rast, çdo fakultet ka dhe të nënshkruara memorandume bashkëpunimi,
kryesisht në të cilat ato, varësisht nga fusha ekspertiza në të cilën ato programe studiojnë këto student, aty edhe mund të orientohen për punën praktike. Po flasë për shembull të Fakulteti Ekonomisë dhe Shkencave Administrative, në qoftë se studentët vinë nga programi i bankave të financave, kanë mundësi të ndryshme në të gjitha bankat të cilët operojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me të cilët ne kemi bashkëpunime apo marrëveshje memorandumi për bashkëpunim, mund të bëjnë këto punë praktike. Puna praktike thash kryesisht zgjat 1 muaj dhe është e patjetërsueshme në vitin e 3 të studimeve të tyre. Gjithashtu edhe ofrojmë edhe hapësirë për punë praktike brenda universitetit për secilin fakultet. Në Fakultetin e Shkencave Ekonomike dhe Administrative e kemi laboratorin BizLab. Ky është një laborator ku mund të bëhen simulacionet ndryshme të financave. Dhe kemi domethënë për Fakultetin e Inxhinierisë, për anën kompjuterike kemi BitLoft. Ky është një hapësirë domethënë ku mund të bëjmë punë praktike, studentët tonë të punojnë në projekte reale. Gjithashtu studioja e arkitekturës dhe inxhinierisë, ajo pjesë e ka punën e vet praktike, siç e ka stomatologjia. Stomatologjia domethënë e ka klinikën e vet, që është e hapur domethënë edhe për klient lokal dhe kemi kontratë me Fondacionin Shëndetësor. Shkolla e lartë e mjekësisë e ka qendrën e simulacionit brenda, ku studentët tonë bëjnë punë praktike domethënë brenda qendrës së simulacionit, pa pastaj vitin e 2 dhe 3 bëjmë punën praktike në Acıbadem Sistina. Dhe secili fakulteti joni e ka një hapësirë për punë praktike brenda universitetit, jashtë punës praktike domethënë që patjetër është bëhet në Maqedoni edhe përmes programit Erasmusit që ofrohet të bëhet jashtë shtetit. Përveç punës praktike, besoj një gjë shumë e rëndësishme, sidomos le të themi nga ana më shoqërore, apo ndoshta e afrimit të studentëve edhe në përgjithësi me hapësirën, mjedisin edhe ndoshta edhe kompania apo me këto që mund të bashkëpunojnë në të ardhmen, jeta studentore në kampus, çfarë organizata studentore kemi, çfarë jetë kulturore apo sportive ofrojmë. Besoj që nga këto gjitha mundësitë edhe këto nuk i mungojnë as pak kampusit të IBU-s. Jo, edhe këtu domethënë mundohemi të ofrojmë një balans studentëve tonë, jetën studentore neve mund ta llogarisim që e ndajmë domethënë në 2 pjesë, në pjesën zbavice edhe në pjesën që shërben për zhvillimin më të kompletuar të studentëve tanë. Pjesa zbavice ka gjën më të preferuar domethënë të studentëve tanë, që është festivali Pranverës, është një festival që zgjat 2 ditë dhe kemi domethënë aktivitete të ndryshme. Në përgjithësi Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik brenda vitit organizon mbi 300 aktivitete. Dhe në festivalin e Pranverës, siç tham, kemi aktivitete të ndryshme, ofrojmë domethënë ushqime ose food trucks, ofrojmë dhe gjën më të preferuar festivalin. Kemi pasur këngëtar domethënë të ndryshëm të rajonit, prej Maqedonisë dhe prej rajonit, edhe kjo është koha më e preferuar e studentëve tanë. Si vjet domethënë kjo do të përshtatet me ditët e hapura që do të jenë për shkollat e mesme, do të jenë gjatë ditëve domethënë të festivalit të Pranverës, që studentët do të mund shkollave të mesme. Çfarë mund të shohin ndoshta këta nxënës, sepse janë akoma nxënës apo studentë potencial të universitetit, çfarë mund të shohim në këto ditë të hapura apo edhe në festivalin e Pranverës, çfarë mund të përjetojnë? Në ditët e hapura do të bëjmë domethënë një tur të kampusit, ku ata do t'i shohin gjitha këto qendra domethënë që i përmendëm për punë praktike brenda universitetit, do të shohin domethënë klasat edhe amfiteatrët ku në të ardhmen ata do të bëjnë studimet, do të njoftohen domethënë me procese digjitale, për shembull të mbajtjes së pjesëmarrjes brenda orës, se nuk është domethënë me fleta, po është me skenim të një QR kodit në brenda derës. E mësuam shumë shpejt që nuk duhet jashtë derës. Dhe do të shohim kampusin ton, bibliotekën ton, ateljet që i kemi domethënë për fakultetin edhe artit dhe dizajnit, që tani më kujtoj që nuk e ceka në fillim. Ju kërkoj falje, domethënë janë shumë aktiv dhe janë shumë kreativ. Dhe fakultetin e stomatologjisë, sallën e konferencave, galerinë e artit, dhe shumë gjëra tjera, si dhe pjesën domethënë e amfiteatrit të hapur, pjesën e parkut sportiv, dhe pjesën domethënë ku kemi një park ku organizohen ato aktivitete që ja u ceka.
Kështu që mund të njoftohen me atë se si duket kampusi ynë, çfarë mundësi domethënë mund të kenë, cilat janë programet tona, si duket pjesa zbavitse domethënë në universitetin. Do ta shohim në festivalin e Pranverës. Se festivali i Pranverës do kemi para shumë gërshëtim muzike me aktivitete të ndryshme nëse. Po, do të ketë gërshëtim muzike dhe kemi një festival, domethënë siç e cekëm nga ana shqiptare kemi pasur këngëtare Melinda Adevi domethënë edhe vitin e kaluar, edhe studentët kanë qenë shumë të lumtur edhe shumë të përmbushur, domethënë amfiteatri i hapur jashtë ka 600 ulse, dhe gjitha kanë qenë mbushura dhe kemi pasur domethënë studentë edhe mbi amfiteatrin te ajo pjesë. Dhe përveç pjesës zbavitse dhe ditëve të hapura që do të përhapen domethënë në rrjetet tona sociale kur të vendosen se kur do të jenë, kemi edhe pjesën domethënë që ndihmon për zhvillimin e studentëve tanë. Pjesa e zhvillimit vjen nga njëra anë nga qendra e karrierës që organizon panairin e karrierës ku kompanitë që i ceki profesoresha me cilë kemi bashkëpunim vinë dhe i prezantojnë domethënë ofertat e tyre për studentët tanë. E kemi qendrën e këshillimit psikologjik, sepse është shumë e rëndësishme për neve që studentët tanë është një tranzicion domethënë i madh. Është një nga shkolla e mesme në universitet, me një rreth të ri, me një gjuhë të re, ndoshta mund të kenë edhe probleme personale, edhe nuk duam domethënë që studentët tanë të dështojnë se nuk ju dham përkrahje. Edhe për atë arsye e kemi atë qendër ku studentët tanë mund të flasin me psikologët tanë edhe gjithçka është në rregull. Domethënë nuk është, e di që ndoshta në shoqërinë tonë është mund të jetë pak tabu, stigma e gjëra po. Po nuk është domethënë kur që kesh domethënë ti ndihmosh vetes, edhe t'ja japësh mundësi vetes domethënë të kesh sukses. Njëra nga gjërat, urdhro. Besoj se është një mundësi e mirë, ditët e hapura për nxënësit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mund të shihet si një mundësi e mirë që ato të mund të përjetojnë nga afër dhe të ndjejnë se si është të jesh një student për një ditë në universitetin tonë. Besoj se gjatë asaj dite edhe kanë atë hapësirën dhe mundësinë nga afër të përjetojnë të gjitha ato, qoftë nga aspekti studimor, akademik, nga i shoqëror, më thënë është një gërshëtim i shumë aktiviteteve që ato të mund të ndjejnë për së afërmi se si është të jenë një ditë student në universitetin në kampusin tonë. Një nga gjërat që përveç ndihmave që ju ofroni në këtë drejtim, do të thënë në aspektin psikologjik apo në aspektin e zbavitjes, organizatave studentore gjithçka tjetër, si ndihmon universiteti apo le të themi uri afër apo i orienton studentë nga vende të tjera, të orienton apo të gjenden në qytet, pasi cekët që jeni një universitet që mbani apo mbledhni student nga shumë e shumë vende të ndryshme. Këtu fjala ky që është orientimi, kemi ditët e orientimit, javën e parë kur para se të fillojë domethënë viti akademik, këtu organizojmë evente të ndryshme ku studentët tanë kanë një tur të kampusit ku ata informohen për kulturën tonë, për mënyrën se si funksionojnë gjërat në Maqedoni dhe bëjmë një tur domethënë të qytetit të Shkupit dhe ju ofrojmë domethënë një mundësi, një pikë kontakti për secilin fakultet te i cili domethënë mund të drejtohen nëse ka ndonjë pyetje ose ndonjë çështje domethënë për të diskutuar. Dhe java e parë e orientimit ja u jep domethënë gjitha informatat, kemi domethënë zbresin gjitha zyrat poshtë, se nuk duhet domethënë ti habisim studentët me jo shkoni lart, jo është në katin e tretë, jo kjo është në katin e parë. Kështu gjitha zyrat zbresin poshtë gjatë asaj jave, edhe gjitha ja ofrojnë domethënë me një vend gjitha mundësitë e regjistrimit studentave, kartelën studentore dhe gjitha gjërat domethënë regjistrimin e gjitha gjërat që ju nevojitën, si dhe orientimin edhe në kampus, edhe në kulturën tonë, edhe në Shkup si qytet. Veç se kemi përmendur shumë informata, besoj që veç se thamë që interesi apo interesimi veç se është zgjuar tek shumë të rinj, por ndoshta në fjalë apo në pika më të shkurtra, pse do duhej një maturant si vjet të zgjidhte Universitetin Internacional Ballkanik? Besoj se përmendëm shumë faktorë të cilët ndikojnë apo të cilët e veçojnë universitetin tonë krahas universiteteve tjera, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në rajon. Megjithatë, edhe një herë do kisha dashur të potencoj që universiteti ynë ofron një mjedis akademik ndërkombëtar. Kemi një përzierje të kulturave dhe etniciteteve të ndryshme, por që kjo bën atë të jetë edhe më dinamik, edhe ndoshta më i veçantë nga të tjerët, ofron programe studimore me cilësi të lartë dhe të cilat ofrohen në gjuhën angleze, mundësi të panumërta të bashkëpunimeve, mundësi të panumërta të këmbimeve në
të kombimeve studimore, qoftë për një semestër apo për një vit në pothuajse 50 shtete dhe në shumë universitete të ndryshme nga këto shtete të cilet ne kemi bashkëpunime. Dhe ajo që besoj që ndoshta edhe na veçon është që kemi dhe bashkëpunime të shumta me industrinë dhe me institucionet brenda në rajon dhe në qofte edhe përmes Erasmusit në vendet e tjera, që i bën ato me të vërtet të aftësohen me punë praktike dhe me një shkallësi që të jenë në hap me kërkesat të cilet janë nga tregu i punës, sepse fundit ajo çfarë është e rëndësishme besoj për çdo të ri, për çdo student është që të nesërmen kur t'i kryej studimet, të mund të gjej veten në tregun e punës, apo të mund të gjej veten me një qofte edhe me një nismë të tij të veten, apo të saj të veten, që do i gjeneroj domethënë të ardhura financiare dhe të mund të jetë i suksesshëm në të ardhmen e tij. Dhe mendoj se një gërshetim, një kombinim i tillë është ajo çfarë universiteti ynë ju ofron të rinjve dhe besoj që është një mundësi të cilën duhet ta provojnë dhe të cilat nëse ato veçse nuk kanë vendosur për programin qofte edhe për universitetin në të cilën ku duhet të studioj, besoj që është mirë të paktën të vinë, të bëjnë një ditë, qoftë në ato ditët e hapura të turës të kampusit, apo të informohen më hollësisht nga koordinatorat e programeve të ndryshme që ofrohen nga fakultetet tona, sepse ndonjëherë, domethënë, ajo qasja që ato vinë fizikisht dhe shohin kampusin nga afër, sepse ne mund të themi tash këtu shumë informacione, kampusi jonë zotëron këtë, kampusi jonë zotëron atë, megjithatë atë çfarë ne e përjetojmë dhe e shohim kur ato vinë tek ne dhe na vizitojnë fizikisht, është një përshkrim, domethënë, në fytyrat e tyre që janë të habitur. Pikërisht besoj se jo vetëm studentët, por çdo kush që vin për herë të parë dhe e viziton kampusin ton, e kanë atë një fytyrë të habitshme që dhe me fjalitë që çdo herë i dëgjojmë, wow, nuk kemi pritur që një kampus i tillë ekziston në Maqedoni, apo qofte edhe në Shkup, qofte edhe në rajon. Dhe besoj që për ta përjetuar një gjë të tillë, për të patur mundësinë me të vërtetë të shohin kushtet të cilet i ofrojmë dhe mundësitë të cilet i ofrojmë, i ftoj të gjithë kurdo që të kenë mundësinë, qoftë në ditët e hapura apo në ndonjë ditë tjetër, të mund të vinë të na vizitojnë dhe të marrin informacione të hollësishme për programet dhe për mundësitë të cilet i ofron universiteti. Po i ofrohemi fundit të bisedës, gjithsesi ndoshta ndonjë mesazh apo diçka që duhet të kenë vat në vesh apo të kenë parasysh për gjithë aplikuesit të rinj si vjet që ta dinë pak a shumë për Universitetin Ndërkombëtar të Ballkanit, domethënë për i punë. Besoj se si çdo i ri, unë si pjesë e akademisë, ajo çfarë çdo herë i sugjeroj dhe do vazhdoj të sugjeroj është që arsimi është arma e tyre më e fortë dhe çdo herë duhet të mundohen, në qoftë se ato i kanë mundësitë apo ndonjëherë edhe përtej mundësive, të mund të angazhohen dhe të jenë pjesë, domethënë, e edukimit të vazhdueshëm në jetën e tyre, sepse besoj që është rruga ndoshta jo më e lehta, por besoj që është çdo rruga e duhur që një i ri të mund të arrijë suksesin e tij në të ardhmen dhe ajo çfarë ne kemi edhe si një fjali në kampusin tonë, apo edhe cila qëndron dhe çdo kush kur vjen edhe e sheh është që edukimi është arma. Po, education is the most powerful weapon. Po, është arma më e fuqishme që ekziston dhe besoj që çdo i ri duhet të niset nga ky këndvështrim. Unë e vetmja gjë që do të sugjeroja është që unë e kuptoj që kjo është një proces i frikshëm, se është një vendimarrje e rëndësishme dhe ndoshta e vështirë, po unë do të kisha vetëm një kërkesë me një farë mënyre, që studentët mos ndjehen të limituar.
Do me thënë, sidomos nëse në shkollët mesme, ose ka ndonjë gjë, ndoshta ndonjë lëndë nuk e kam pas notat e mira, ose kur krijohet në ato periudha kur krijohet vetbesimi, ndoshta aty nuk janë mbështetur, do me thënë aq sa duhet. Nuk duhet do me thënë që askush ta humb mundësinë, sepse ndjehet i limituar dhe nuk ka mjaftueshëm informata. Te ne edhe fillon gjithçka nga zeroja. Gjitha lëndet janë hyrje në këtë, hyrje në atë. Do me thënë, mos kenë frikë, mos limitohen, vetëm të shohin ku kanë dëshirë do me thënë të arrinë, si që se ki profesoresha, përderisa e ki dëshirën, mund të arrish çdo gjë. Dhe një informat që ndoshta nuk e dija e cekëm është që çdo herë e tham faktin që të gjitha programet janë në gjuhën angleze, mund të kemi edhe nxënës të cilët ndoshta nuk janë edhe shumë të aftësuar në gjuhën angleze. Kemi edhe shkollën përgatitore të gjuhës angleze, me që rast që fillimisht që të mund të vazhdojnë me studimet në vit të parë, studentëve paraprakisht ju bëhet një testim në gjuhën angleze, nëse ato e kalojnë në rregull, mund të vazhdojnë studimet, megjithatë nëse nuk e kalojnë këtë test, atëherë ato mund t'i nështrohen shkollës përgatitore të gjuhës angleze dhe të kenë një vit gjatë të cilës marrin dhe mësime intensive në gjuhën angleze çdo ditë nga 8 orë në javë dhe aftësohen dhe në fund normalisht që bëjnë testimin, kemi raste që mbi 90% kemi që studentët edhe kalojnë këtë testim dhe pastaj vazhdojnë vijimin e studimeve të tyre në programet të cilat ata i kanë përcjellur në fillim. Thënë shkurt, universiteti është përkujdesur në çdo pikë, le të themi, për mirëqenien e studentëve dhe përgatitjen e tyre për studimet, po edhe tutje, edhe pas studimeve. Unë ju falenderoj shumë që të dyjave që keni gjetur sot kohë dhe mundësi t'jeni me ne, vërtet shumë kënaqësi që ju kisha, shumë suksese juve dhe studentëve tutje, dhe uroj që ritakohemi bisedojmë për të tjera suksese të universitetit. Ju falenderoj juve, ishte kënaqësi. Dashur dashur, pas ka shumë infove dhe gjërave të bukura që diskutuam, pashtu për këto që është interesuar, mund të qoftë në website apo dhe të shkoni tek IBU dhe të informoheni drejt për së drejti aty live dhe të shihni si që cekeme dhe kampusin dhe të merrni gjitha informatat të duhura apo të ato nga ato që keni interesim. Dhe me kaq po përfundojmë dhe ne edhe për sot duke ju uruar një pasditë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të mërkurën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.